ditë për ditë i lexoni intervistat dhe informacionet që vijnë nga Kosova për Hashim Thacin apo se lexoni? Hashim Thaci ka Hashim Thaci zotëri ka kushtore të mëdha, borxhe të mëdha popullit të Kosovës. Dhe ushtarëve të UÇK-s që luftuan në front dhe tani fatmirësisht e kanë jetën qelepir, se ata vajtën në luftë për të vrarë. Hashim Thaci nuk fliste kur me Adem Jasharin dhe ishte në armiqësi me Adem Jasharin. Hashim Thaci ka shumë në kurriz me qytetarët e Kosovës, jo me serbët. Me serbët, le që ai njërë pse e quajmë luftëtar të UÇK-s, ai s'ka qenë asnjëherë në luftë, e ka deklaruar vetë. Gjarpëri, pseudonimi Gjarpëri, nuk ka qenë në luftë. Po e përsëris dhe njerë ta dëgjojnë ata që nuk e kanë dëgjuar këtë deklaratë time. Zonja e ndjera, i ndri shpirti, Madeleine Albright, ish ministre e jashtëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjatë kohës që po pritej firmosja e marrëveshjes në Rambouillet, rezolutës së Rambouillet sa ishte ajo, po nuk la minutë dhe orë pa folur, pa bërthirje për televizione. Ku është Hashim Thaci se po na pengon? Dhe Hashim Thaci bëri atë që e kërkonte në qiell dhe ja dha dhurat, ja dha Hashim Thaci Miloševićit. E vonoi 15 ditë në nënshkrimin e Rambouillets, po kjo e mjaftueshme për të armatosur plotësisht Kosovën me tanke dhe me artilleri Miloševići. Ja këtë ka bërë Hashim Thaci. Për këto duhet të dënohet Hashim Thaci. Edhe leç më thonë mua dënohet UÇK-ja. S'është e vërtetë. UÇK-ja ka bërë luftë qeveritare, luftë burrat, dhe UÇK-ja ka dhënë gjak në Kosovë. Amerikanët hodhën bomba dhe ndihmuan nga ajri, por në terren ishin ushtarët e UÇK-s. Janë dhjetra djemë dhe vajza që kanë dhënë jetën në Kosovë, dhe 16 vjeçar. Dhe Hashim Thaci nuk ka bërë asnjëherë nuk i ka kërkuar Miloševićit ose këtij Vučićit ku janë 1600 humbur. Ku janë? Më gjeni një deklaratë të tillë se një kërkesë të tij. Asnjëherë. Për të mos thënë pastaj për atë Ballkanin e hapur e të tjera që bashkë me këtë banditin ton, bandit ky e këtë rrugacin ton u dhe shteti shqiptar, i drejtori qeverin, që kërkuan që ajo Serbia Kosova të hape fare kufiri Kosovës, që të gjithë luta bëhet të dalë ajo Serbia në Adriatik. Kjo është ëndra e Serbisë, të dalë në Adriatik, dhe ky me Hashim Thacin dëshmon ta realizoni këtë. Falë Zotit kemi një mik të jashtëzakonshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i thanë stop, u dhe Hashim Thacit dhe këti. Se këta i kanë bërë të tëra përpjekje për ta shitur Shqipërinë dhe Kosova. Zoti Islami, si e shpjegoni qëndrimin e Edi Ramës, i cili në Washington në bordin e paqes foli për padrejtësinë që po i bëhet UÇK-s dhe Hashim Thacit sipas tij në gjykatën speciale të Hagës, dhe vetëm ditën e djeshme u bashkua së bashku me Aleksandar Vučić dhe bëri një shkrim në gazetën gjermane Allgemeine Zeitung, ku propozonte një projekt tjetër për integrimin në Bashkimin Evropian. Çfarë është ky personalitet politik që njëherë bën adëtarin, patriotin, pastaj shkon tek Vučići, pastaj rikthehet më pas si patriot i madh? Po ti e di dhe ju e di dhe shqiptarët e dinë që zyrat e Beogradit kanë të tërë dokumentacionin e krijimit të komunizmit në Shqipëri që nga 41 deri sot e kësaj dite. Dhe ka marrë urdhër, janë shënuar rripat nga Vučići dhe ka thënë shko tani dhe do bësh këtë deklaratë. Dhe ky është shërbëtor besnik i Beogradit. Dhe baton pik për pik, një për një ato që japin ato urdhëra që japin në Beograd. Ky zotëri i shërben Beogradit, jo shqiptarëve. Ky u shërben masonëve, jo shqiptarëve. Ky u shërben hebrejve, jo shqiptarëve. Ky u shërben Netanyahut, jo shqiptarëve. Ky u shërben krimit. Po e të prapë krimit. Dhe jo shqiptarëve, jo populli shqiptar, jo Shqipërisë, e cila është vendi më i pasur në Ballkan dhe ka popullin më të varfër për në Ballkan. Ky është Edi Rama. Por s'ka kush i dalë përpara. Këto i lumt.
Në këtë rast, apo kërkon që Edi Rama të shpëtoj lëkurën e tij në raport me Bashkimin Evropian, duke qenë se është përballur me kritika ditët e fundit sa i përket pjesës së korrupsionit, sidomos kritikat që kanë ardhur nga Gjermania, dhe me këtë propozim që bën me Aleksandr Vučić, ku integrimi të jetë vetëm në aspektin ekonomik, edhe pse Shqipëria ka tregti me vendet e Bashkimit Evropian, ai devion rrugën ku deri dje thoshte që Shqipëria do integrohet në vitin 2030 në Bashkimin Evropian. Problemi i këtij njeriu ka dy probleme. E para njerë që është shërbëtor dhe spion i Beogradit, e dyta ai harron se ç'thot. Ai harron deklaratat që bën. Ai çka thën dje nuk e mban mend, shkoni pyeteni. Çka thën filan datë, filan mbledhje ose konferencë ose intervistë, nuk mban mend. Sepse ai do them një fjalë, ose po e them lesët, bolla kam tepruar me këto fjalë të popullit që janë zënë vend 100% tek ai. Por ai është një gjë që duhet ta zëmë në gojë fare, vetëm s'kemi që bëjmë se akoma ka protokolle kryeministri. Ja ka që Po, Zoti Islami, me këtë situatë ku ndodhet Edi Rama, a ka një grup në Partinë Socialiste, një grup eksponentësh të kësaj force politike që mund të thotë një moment që tani është mjaft, është boll, çfarë ka bërë ky njeri? Nuk ka, sepse ata që qenë dhe që duhet t'ia thoshin këtë gjë dhe që kishin tru, po e theksoj që kishin tru dhe e donin të vend, ata i pak e ka spastruar me kohë dhe ka marrë ca bryla atje që se kanë ide fare se ç'është politika, që se kanë ide fare që është ekonomia, që se kanë ide fare, ata nuk din ku janë. Ata i gjë din mirë, të vej muaj të marrën ato 5 milion lekë që marrën nga shqiptarët, atë din mirë ata. Tjetër gjë nuk din, sepse ata shikojnë që ky ditë për ditë hiqe vur. Ky që ka marrë kushtetin deri tani ka ndruar një 10 qeveri. Ku janë? Përse? Çfarë i bën? Ku stonuan ata dhe dolli ky shkëlqeu ky mendje madhe. Ora ky është një debil i çmendur që i ka kaluar të tëra kufit e çmendurisë. Në këtë rast ju si e shikoni vetë të ardhmen e vendit dhe vetë të ardhmen po themi të qeverisë së kryeministit Edi Rama, sa jetë gjatë mund të jetë ajo? Jo, kjo qeveri brenda këtij muaji ka rënë, ka mbaruar ajo punë, po nuk di ç'plane ka Perëndimi dhe ç'plane kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë dua apo s'dua, po e them prapë, shpresoj që në momentin që do qërohet ky nga pushteti, ta marrë pushtetin qeveria teknike që ka krijuar dhe misioneri amerikan që ka ardhur aty dhe që ka krijuar një qeveri teknike me 13 ministra, do zoti që ai të bëjë realitet ato që ka thënë dhe që i thot dark për dark nëpër media. E shpresoj këtë gjë ta bëj, sepse pra të ka ardhur, pra të kanë sjellë kështu amerikanët, edhe pse nuk ka deklaruar se kush e ka dërguar dhe kush janë çfarë janë, por e kemi të qartë se kush e ka dërguar dhe pse e ka dërguar. Pra shpresoj që ai të marrë situatën në dorë dhe të çojë qeverinë teknike për të përgatitur vendin për zgjedhje, për të ndryshuar sistemin politik, për të bërë ato ndryshime që ka thënë dhe për ta kthyer Shqipërinë në Republikë Presidenciale me 41 senatorë dhe 80 deputet. Zoti Islami dhe pyetja e fundit, po spaku në këtë rast, çfarë roli do ketë në goditjen ndaj Edi Ramës? Në qoftë se ju kujtohet, sa kohë ka që është emëruar kryetari i Spakut? U bën 2 muaj sa u bën? Po, në janar, po. Pra u bën 2 muaj. Që në momentin e parë unë ju kam thënë juve që mos prisni asnjë gjë nga ky kryetari i Spakut, sepse është një komunist, si gjithë komunistët e tjerë. Ndoshta është herët. Ku ka është herët? Zotri, more detyrën, sot more detyrën nëse fillo punën. Që shkë është herët. Qa pret herët? Mos e thuaj më këtë, se e gazetar me përvojti. Jo zotri, si që ka herët. Nuk e bënej, asnjë gjë nuk do bëjaj. Fare. Ai është komunist si gjithë komunistët e tjerë, nga një familje e thekur komuniste, komunist ekstremist,
Dhe është ai person që nxori dhe propagandoi dhe dënoi me të ashtu quajturin falsifikim intelektual që nuk figuron gjëkundi në kodin penal shqiptar. Ky është Klodian Brahu. Pra mos prisni gjë nga ai. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë të falenderoj ty. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.